Është mungesë mirëbesimi mes vete një parti me dy kryetar? Është një formë e re e veprimit, diçka që nuk e kemi ndëgjuar më herët, domethënë nuk është praktik te ne. Skenat politike jashtë vendit ton e njohin këtë lloj formimi. Është e zakonshme në momentet kur bëhet një koalicion në të cilën shkrihen dy Transformimi i madh. transformime të mëdha brenda organizatave politike dhe për shkak se i duhet kohë më tepër, Okej. ne e dini, kishim propozim tjetër, po ajo natyrisht brenda kohës u absolvua si temë dhe nuk do t'i kthehemi asaj, por erdhëm disi në këtë përfundim se duhet të ketë dy kryetar, një mandat do ta çojmë ashtu, të shohim më tutje si do të veprohet, natyrisht duke pas kujdes se duhet të ndahen detyrat. Dhe obligimet. Detyrat dhe obligimet natyrisht edhe këtu do duhet të kemi kujdes në këtë pjesë, që besoj se do të ketë mirëkuptim dhe funksionim me kohezion të mirë brenda strukturave të cilat do ta përkrajnë këtë iniciativë.